Këto sta shumë 2 djemë e parë Ahmeti Haxhia, pastaj Maliqi, dhe e pa në Qazim dhe Zoja se jeta aty, imagjino Tuz në atë kohë ishte vështirë, djemët ishin stabilizu pothuajse mirë, dhe vendosen këta që shkojnë të bashkanjiten atje. Me këtë ngjarje s'jam duke tregu prralla unë, jam të tregu diçka që është mirë që shqiptarët që kemi në Amerikë, ku do qofshin emigrant, ta kuptojnë rëndësinë që ka lidhja e njeriu me Zotin dhe vatanin. Arriti Qazimi me Zojen dhe Skenderi, Xhodeti dhe Yldini një vajzë në Tuz, sa u bën pra, nga 5 djemë e 2 vajza, 7 fëmijë. Dhe arritën atje, djemët ishin po të stabilizu fort mirë, dhe filloi Qazimi të kontribonte. Djemët kishin fillu të mësonin dhe ustalekun e restorantit, kjo restorant që ka Amerika fast food që pëjtojnë tani ju, dhe që Zoja Qazimi fillon të kontribonin, ato s'dini gjuhën, po lanin pjatat, po që mos marrë punëtorë tjerë, t'i bonin punë vetë, mirë sa gjëra që duhej. Qazimi e kishte parësore xhamin. Dhe subhanallah, imami xhamis, imam Ebi Ismaili, mësuesi përmendorit, dhe imami dhe një dhëndri këtyre Gjodet Hoxha që ka punuar në Voice of America, në zonën e Amerikës, djali Hoxh që kishte pas Qazimi në Benlinje, edhe i bënë dhëndri këtyre. Pra ai kishte ikë edhe ai përpara, dhe këto ju bashkanjitën xhamis. Xhamati më i madh që ka qenë në Taravia, se xhamia ishte larg, e shqiptarëve në atë kohë ishte familja Qazimi. Se nuk shkoshin shumë xhamat, por xhamati, pjesa më e madhe e xhamatit në Taravia, në festa, ishte xhamia, ishte familja e Qazimit.